19 vjeçari me inicialet PD ka denoncuar dhunë që është ushtruar ndaj tij dhe shokëve me të cilët kanë qenë në udhëheqjen e rrugëve Strashopinxhur dhe Todor Xhipovski Merxhan në Tetov, që e kanë kryer 15 persona, ndërsa njërin prej tyre e ka njohur prej më herët. Rasti ka ndodhur gjysmore para mesnate, kur personat e panjohur janë afruar dhe pas një zënke të shkurtër kanë sulmuar PD dhe shokët me sën të fortë në kokë dhe trup. Nga goditja, PD ka marrë lëndime të dukshme dhe me veturë tjetër është dërguar në spitalin klinik të Tetovës, ku pas marrjes së ndihmës është lëshuar për mjekim shtëpiak. Janë marrë masa për zbardhjen e plotë të këtij rasti, si dhe identifikimin e të gjithë pjesëmarrësve të involvuar në këtë rrahje. Në rrugën e Ilindenit të mbrëmë është regjistruar aksident trafiku ku kanë marrë pjesë veture tipit Golf me targa të Tetovës, që ka drejtuar një person i panjohur dhe komsorit GZ 76 vjeçar nga Tetova. Vozitësi i veturës është larguar nga vendi i ngjarjes, kurse komsori është dërguar për ndihmë në spitalin klinik të Tetovës, ku është mbajtur për shërim të mëtejshëm. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe punohet në identifikimin e vozitësit.